Bashkimi Demokratik për Integrim ka vazhduar me akuzën ndaj komunës së Çajirit. BDI shpreh shqetësimin e thellë lidhur me mospagesën e rreth 850 administratorëve dhe anëtarëve të organeve zgjedhore të angazhuar në zgjedhjet lokale në komunën e Çajirit. Bujar Sopa nga BDI theksoi se sipas kodit zgjedhor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, komuna e Çajirit ka detyrimin ligjor t'i paguajë këta persona, ndërsa deri tani ai tha se kanë kaluar gati 3 muaj nga përfundimi i zgjedhjeve dhe pagesat nuk janë realizuar. Mjetet për këtë qëllim ishin të planifikuara në buxhetin e vitit 2025, por komuna e Çajirit ka dështuar t'i realizojë. Kjo përbën papërgjegjësi të rënd politike dhe dështim serioz në menaxhimin e financave publike. Ai theksoi se komunat që janë në gjendje shumë më të rëndë financiare se Çajiri kanë arritur të përmbushin obligimet ndaj komisioneve të tyre zgjedhore, ndërsa njerëzit që punuan për zgjedhjet në Çajir ende nuk e dinë se kur dhe as nëse do t'i marrin parat e tyre. BDI kërkon pagesë të menjëhershme për të gjithë anëtarët e organeve zgjedhore, llogaridhënie nga udhëheqësia e komunës së Çajirit dhe respektim të ligjit dhe dinjitetit të atyre që shërbyen në procesin zgjedhor. Sopa tha se BDI nuk do të heqë përballë kësaj, siç e quan ai, padrejësie, dhe se tha se do të përdorë çdo mjet politik dhe institucional për të detyruar komunën e Çajirit të zbatojë ligjin.